Ebu Dherri radiallahu anhu, disa njerëz i thanë pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, njerëzit e pasur na kanë shumë me shpërblim. Ata po marrin shumë sevape, po kanë pasuni, po japin sadak, po japin zekat, po japin për hir të Allahut. Ne të varfër s'po kemi mundësi me qenë ngarë me ta për me shpenzu rrugën e Allahut. Thot, ata falen, ne falemi, ata agjerojnë, ne agjerojmë, por ata me sadaka dhe me mundësit, me pasurin që e kanë, po na ikin, po marrin shpërblime shumë tek Allahu. Atëherë pejgamberi alayhis salam po jep tash këtyre mundësit alternative, çysh keni mundësi ju me fitu sevape, ndoshta edhe atyre me u te kalu. Tha pejgamberi alayhis salam, thot, çdo njonit për juve Allahu ja ka jap mundësin, rastin me jap sadaka. Thot, tesbihin e juj që thuni subhanallahu sadaka, tekbirin me thonë Allahu akbar sadaka, tahmidin me thonë elhamdulillah sadaka, tehlilin me thonë la ilaha illallah sadaka, me urdhëru në të mirë është sadaka, me ndalu nga e keqi është sadaka. Është interesant ashtu që thot pejgamberi sa, wa fi bud'i ahadikum sadaka. Thot, kërkoj njës, thot, edhe kur keni marrëdhënie intime me gratë juja, edhe gjatë këtij momenti, gjatë këtij veprimi, edhe kjo konsiderohet sadaka për juve. E tani në këto momente, ata që e pyeten pejgamberin sa muhabeten, i thanë ja Rasulullah, edhe kur ndonjëri prej neve e shfryn dhe e ngin epshin e tij, nevojat e tij seksuale, edhe atëherë ai ka shpërblim. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha, po sikur ndonjëri prej juve t'i afrojë një grus haram, a do të ketë ndale, a do të ketë gjuna dhe haram? Po, e tha, e njëjta është. Domethënë, nëse ndeshkohesh dhe merr dënimin, gjunahin këtë rast, për haramin kur i afrosh një gruaje të ndaluar zinas, atëherë momentin kur ajo ndodh mes dy bashkëshortëve halal, që kanë lidhjen halale, atëherë për ato ka shpërblim. Domethënë, shiqoni edhe në këtë hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam i udhëzoi dhe ju japi mundësinë sahabëve që mos me vazhdu ata me qenë të dëshprum pse të pasurit po japin sadaka, po tha ka shumë mundësi tjera që ju me fitu sevap dhe me fitu shpërblim.